Në një takim elektoral në qytetin e Dimalit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u zotua se nëse vjen në pushtet, do të ndërmarrë reforma të thella për të mbështetur bujqësinë dhe prodhimin vendas. Ai premtoi subvencione të drejtpërdrejta për çdo fermer pa kritere kufizuese. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani, çdo njësi prodhimi që të bëni. Kjo do jetë zotimi ynë solemn për ju. Se ke një lop apo ke 10 lop, 1 apo 10 do shpërblesh për kokë. Ai që ka 1 do subvencionohet për 1, ai që ka 10 vjet. Do hiqet kriteri për hektar. Ai që ka 1 dynym do subvencionohet për 1 dynym. Ai që ka 10 hektar do subvencionohet për 10 hektar. Kryetari i opozitës e cilësoi mbështetjen aktuale për bujqësinë si qesharake, duke e zotuar për rritje të ndjeshme të fondeve. Shuma më qesharake, më e turpshme, 32 milion euro, subvencion për të gjitha për ju. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat për zotëri, se parat i marrim nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion. Një tjetër premtim i rëndësishëm ishte krijimi një bordi që do të vendosë çmimet e grumbullimit të produkteve bujqësore në bashkëpunim mes fermerëve dhe grumbulluesve. Unë u them këtu që ne i mbështesim, nuk mund të jenë monopol, nuk mund të jenë çmime që të vrasin prodhimin. Ja. Ka një praktik, e ajo praktik në raportin midis fermerit dhe grumbulluesit ekziston një praktik. Ose ai raport zgjidhet me një bord të përbashkët, grumbullues dhe fermer, të cilët bien dakord me çmimet e grumbullimit. Ai paralajmëroi masat e ashpra ndaj tregtarëve që importojnë pesticide të ndaluara në Bashkimin Evropian, duke i konsideruar si krim i rënd ndaj bujqësisë shqiptare. Në fund, Berisha foli edhe për çmimin e naftës, duke u zotuar për ulje të menjëhershme për të gjithë qytetarët. Sepse sot qeveria për litër nafte merr 1.1 euro. Nuk ka qeveri në botë që të merr kaq shumë për naftën, sa që merr qeveria e Edi Ramës. Jo. Ne do të vendosim atë barë fiskale mbi naftën që ka Kosova dhe Maqedonia. Imagjinoni ku jemi edhe. Tani duhet marrim shembull nga vendet përreth. Sepse këtu është bërë, mos e pyet si është bërë. Pra do vendosim atë ngarkesë fiskale që kanë ata. Prandaj ata e kanë naftën 40% më lirë se Shqipëria, 50% më lirë. Pastaj nafta fermerëve do të ushitet me koston e saj. Aq sa ja u jep Edi Rama, keni marrë vesh ju, miliardierët vinë dhe marrin në port 1 miliard litra me jahtin e tyre. Në përmbyllje të fjalës, Berisha premtoi 2 fish të pagave në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit, si pjesë e reformave të Partisë Demokratike për të përmirësuar jetesën e qytetarëve shqiptar.